cili i ka përjetuar përsëri me emocione. Në fillim ishte një vajzë e fortë, se kishte marrë informacionin nga jashtë, edhe përballja e fillimit ishte goxha ndryshe, tash ajo sa vjen edhe bie në përsëri është futur në faza të vështira psikologjike. Pra, ka ndryshuar përsëri forcën e saj psikologjike. Prandaj, unë them që nuk i ka përjetuar ashtu siç duhet, sepse është e vetmja nga lojtarët e cila ka informacion nga jashtë. Pra është ndryshe. Të gjithë nuk kanë dalë kurse ajo ka marrë informacionin nga jashtë. Informacioni nga jashtë është arma më e fortë e çdo lojtari në Big Brother. Gjë të cilën ajo e ka dhe nuk e ka ditur ta shfrytëzojë. Në rastin se do të ishte vërtet një lojtare fortë, ajo do të ishte lidere, sepse ka marrë informacion të jashtëzakonshëm nga jashtë, por dhe ka marrë dhe ndihmën e familjarëve të saj, të cilët i kanë treguar me hollësi çdo gjë që ka ndodhur në Big Brother. Apo jo? Është e qartë. Ema, por këto konflikte tashmë që po ndodhin brenda asaj shtëpie, debatet e shumta për plasjet e shumta mes banorëve, por sigurisht më e rëndësishmja është mes Gjestit edhe Eglit. A është duke i përdorur Gjesti, le të them, këto konflikte si një strategji për të fituar më shumë vëmendje në shtëpi, por pse jo edhe të publikut? Sigurisht që është duke i përdorur, po i përdor në çdo prime, është ai që do të dali në pa. Unë mendoj që Gjesti me lojën e tij do të jetë jo vetëm finalist, po do të jetë në 2 të fundit për të arritur se kush do të jetë ai që do të marrë çmimin e madh. Pra është i padiskutueshëm që është një nga finalistët e Big Brotherit. Loja e Gjestit, e kam thënë edhe do të këmbgul edhe një herë, është një lojë shumë interesante, është një përvojë nga një Big Brother në një tjetër, gjë që e ka forcuar atë, ka nxjerr ato gabime që ka bërë te i pari për mos i përsëritur te i dyti. Dhe faktikisht Gjesti tek Big Brother i dytë nuk ka bërë më gabime që të bjerë pre e dashurisë, se tek i pari pati goxha probleme derisa doli me Xhenetën. Ma mund të them që forca e Xhenetës ishte shumë e fortë edhe vuri poshtë Gjestin. Kurse në këtë Big Brother ai ka nxjerrë mësime nga një lidhje dhe e ka përdorur lidhjen dhe jo të dështojë për shkak të lidhjes. E qartë, Ema, ndërkaq, a mund të çojë ky incident që ka ndodhur, ose ky prank që i ka bërë Gjesti Eglit në ndëshkime nga produksioni apo edhe përjashtim nga shtëpia e famshme? Tani, kjo është interesante. Unë mendoj që përjashtim nuk do të ketë, pra nuk mundet përjashtohet Gjesti në fundin e kësaj, por mund të penalizohet me ulje të vleftës të pagesës në rastin se fiton. Pra mund të penalizohet. Edhe herë të tjera, ata e kanë bërë këtë uljen e vleftës të pagesës në rastin se ne bëjmë gabime. Pra, dhe kjo, unë mendoj që kjo do t'jetë në primin që vjen, do t'ketë një penalizim, po jo të largohet nga shtëpia Big Brother, nuk e besoj. E qartë. Mirë, Ema, ndërkaq në shtëpinë e Big Brother VIP së fundmi erdhi edhe një zarf i bardhë, ku banorët duhet argumentonin se cili prej tyre pra e meriton finalen, kur edhe bëhet e ditur se si vjet janë vetëm 4 finalistë, ashtu si e kemi dëgjuar. Ndërkaq, të gjithë konkurrentët e këtij formati në mesin e finalistëve kanë përzgjedhur Gjestin. Pyetja ime është, pavarësisht se ti e preke në pjesën e parë, a është Gjesti favoriti kryesor për të fituar çmimin e madh sigurisht, apo ka një surprizë tjetër në horizont? Atëherë, unë do të them diçka. Pjesa më e kanë vendosur Gjestin, sepse brenda gjinisë femërore ka një konkurrencë të jashtëzakonshme. Pra, gjinia femër është shumë interesante, po gjithmonë godet vetveten. Dhe kjo ka ndodhur. Nuk mendoj që të gjithë konkurrentët duhet kishin shkruar emrin e Gjestit, përse emrin e Gjestit. Dhe jo të një vajze, e cila aty ka vajza të mrekullueshme, shumë të zonjat, që unë mendoj që një nga ato do të jetë Rozana, dhe mendoj që do të jetë Rozana, i qëndroj asaj fjale që kam thënë që në fillim, që Rozana mund të jetë fituesja e Big Brotherit. Pra, mosvendosja kjo është ego midis femrave me njëra tjetrën. A mund të ketë qenë vetëm kjo arsye ose faktori kryesor që i ka bindur banorët ta zgjedhin Gjestin si finalist? Faktori kryesor është se Gjesti jo se nuk ka bërë lojë, Gjesti është një lojtar që i takon finalja normale, pa diskutim,
por për mendimin tim, edhe një tjetër banori që takon finale është Laerti. Është e padiskutueshme që do të jetë pjesë e finales. Laerti është një personazh i Big Brotherit me vlera të jashtëzakonshme, të inteligjencës, të kulturës, së botës, një djalë me shumë patriot, me norma të jashtëzakonshme, pavarësisht se tash në Big Brother ka dhe diçka që nuk na pëlqen, sepse lojë është fundja fundit edhe mund të ketë bërë dhe diçka që nuk na pëlqen. Ama është një personalitet i kulturës shqiptare. Ka dhënë shumë. Edhe fjalët e tij në televizionet të ndryshme, në radio, zëri i tij është shumë i fuqishëm për çështjen kombëtare. Është nga figurat më të bukura me fjalët e tij, se fundja fundit në çdo debat fiton argumenti. Argumentat e tij kanë qenë të fuqishme lidhur me temën e shqiptarisë madhe. A ka ndonjë aleancë të fshehtë Ema mes finalistëve për të eliminuar konkurrentët e tjerë? Tashi, aleancat kanë qenë të mëdhaja gjatë gjithë kohës. Po ne duhet të vëmë re një gjë interesante. Aleancat në fund u prishën. Sepse jemi drejt finales dhe tashi nuk mundet të mbajmë aleanca me njëri tjetrin, po kemi dalë në luftë. Një nga aleancat më të suksesshme ka qenë ajo e Rozanës me Xhestin. Ka qenë një aleancë e gjatë, e fortë, e fuqishme, por sigurisht që tash mund të vazhdojmë me aleanca, se erdhi finalja, pra do vemi me aleanca deri në finale. Pra secili do të mbrojë veten e vet. Kështu që ka pasur aleanca. Një aleancë do thosha e fshehtë dhe tepër interesante, unë dua ta ndaj këtu, është Rozana me Laertin. Po të vëshre debatet e tyre janë konstruktive, pavarësisht se janë debate. Pra ata janë duke debatuar me njëri tjetrin, por duke sjell vlerat e njëri tjetrit. Për shembull, Laerti i thot Rozanës që ti ke një tëmet